për vot të numërohet çdo vot. Rezultati i publikuar dhe përfundimtar është i pasakt. Sot bashkë me kandidatin për deputet Qendrim Kryziu kemi dorëzuar ankesën e PZAP në rezultatin përfundimtar të publikuar nga KQZ-ja, për arsye se rezultati i publikuar dhe përfundimtar është i pasakt, i paverifikuar, tani më i pranuar dhe i evidentuar në dy fakte esenciale të konfirmuar nga rinumërimi i 5201 votave të PDK-s, ku janë evidentuar 221 vota të regjistruara në regjistrimin fillestar gabimisht. Mua si kandidat në këtë rinumërim janë shtu 6 vota dhe ankesa është e bazuar dhe rezultati nuk mund të certifikohet si i pasakt, ai duhet jetë i sakt. Ligji e garanton që rezultati përfundimtar dhe i certifikuar duhet jetë i sakt. Kryesuesi Radoniqi bëri edhe një fakt njohur që nuk ka qenë për neve, raportin e sekretariatit për rinumërimin e kryer në QNR nuk e ka bërë publik dhe si i tillë ka qenë i vështirë për neve në procedurat paraprake që t'jemi palë barabartë në procesin paraprak të zhvilluar në PZAP dhe Gjykatën Supreme. Pra edhe Kushtetuta e Kosovës, në një tërëtën i Kushtetutës, edhe i ligji për zgjedhjet e garanton të drejtën për qenë barabartë si palë në procedurat paraprake, duke mos bërë publik raportin nga rinumërimi në QNR, ne si palë në procedura paraprake nuk kemi qenë të barabartë në raport me KQZ. KQZ-ja është organ që administron zgjedhjet dhe duhet të mbrojë të drejtën e çdo kandidati dhe të çdo votuesi. Vota e çdo votuesi duhet të regjistrohet me saksi ashtu siç e ka ardhur. Atë që më kanë thënë privatisht, e thanë edhe vetë publikisht, që ka gabime teknike, ka gabime të vogla dhe ato gabime duhet t'i falim, por ligji nuk thot që duhet falim, ligji thot që duhet zbatohet për të gjithë njëjtë dhe vot për vot të numërohet çdo vot. Kështu që ne s'po kërkojmë diçka të jashtëzakonshme, po kërkojmë vetëm ata që na kanë votuar, t'i falenderojmë dhe t'i kem numrin e saktë të votave sepse dihet që ka aty më shumë gabime se sa thonë ata. Kështu që ne kërkojmë të drejtën tonë që të numërohet çdo vot dhe asgjë më shumë.